Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Ti quhesh? Jo Elisaj. Nga vjen? Unë vi nga qyteti bukur i Pogradecit. Nga Këshevçantia po të vetë? Nga Pogradeci? Po. Joel? Isaj. E sa vjeç je? 13. 13. Po. Të dëgjojmë me shumë mendje. Faleminderit. Përshëndetje. Sot kam ardhur. Më falni një minutë, sa të shikoj diçka dhe kthejmë shpejt. Gjorgji, mos më thuaj që ishte zëri jotaj që sa po dëgjova. Jo, të qasha gardelinat që jo. Qarë do më qarë se ishte e bukur kjo. Gardelinat? O, Gjorgji, po ajtë përshëndeti njerëzit, ajtë. Ajde. O, që në gjeti, o. Gjorgji qau, të lutem o Gjorgji qau. E tara, nuk kanë qarë të flas këtu. E dyta, nuk janë artist, si ti, artisti Senqin. Qfar themore? Që je artist shumë i mirë. Dhe e treta, e lere fare. Gjorgji, e ke marrë me emocione? Jo, po pse? Sepse unë janë shumë një ditur dhe nuk është se ka nevoj që të nërthot dikush lej, ato nuk lej. Okej, po për qëfar vlen ti, Gjorgji? Eto ja, sa e që luaj Nulan, dal gjithnon i tari, dhe edhe në Dilardo të ashtu, edhe në nguja, ndaj shrinën të lot 1 minut. Uari t'je marrë dhe, Gjorgji, a ka mundësi të na thuash do një barsalet të bukur? Ja, në kujtojt një fort fare që në ka ndodhur në jetën reale. Atër, një dit, tash atë kushurirën tine, Gretan tash nga liqeni në atë, tash nga liqeni në atë, në qenin e saj, dhe i thira, kush ko në atë zinoj? Dhe qarë të tha jo, nuk është dhi, është qenë. Dhe unë i thash, nuk e kisha në ty, e kisha në qenin. Bol, Gjorgji, bol se ndrite e këna që e fare. Tani ti do largohesh dhe do sjell kushurirën të nde Gretën këtu, okej? Okej, më falni. Ik, Gjorgji. Tani, them të sjell këtu kushurirën e Gjorgjit, Gretën, është një bikesha ime shumë e ngusht dhe kemi krijuar një farmisie shumë të fort. E thrasim? Greta, hajde! Hajde, Greta! Njerë t'i radha? Po. Iku ai? Kush? Gjorgji? Po më si nuk iku. Tani Greta më ke thënë që për ne sot ke përgatitur diçka shumë të veçantë. Mund të na i thuash? Kanë përgatitur një monolog, tërdullizin në tër shkollat, asi unë janë një nga ata fëmijët që dullizohen shumë në shkollë. Ua, Greta, vërtet? Po mirë, dhe Greta ma do pishtelecat e provokon pak bullizmi. Janë lodët tërtiqen, ti e ndikush tjetër, e tënë që të nos në shajnë. Janë lodër të isë në tër koridoret e shkollës, duke në dullizuar të tjerët. Janë lodër të shilotët, tara se ty në klasë. Janë lodër. është një tlag e ta dukshne, të orë që djeg dit, qast, orë. është e dhinshne. Ndo njëherë ndjej që nuk kam gudzina së flasë. Jo, Greta, nuk është mirë kështu. Dhe mos haro, çdo guxim nis me një hap të vogël. E mban mend para se ta aplikonin për këtu, sa frikë ishim ne. Por ja ku jemi sot, në skenën e të gjithë shqiptarëve. Ke të drejtë. Dhe dua t'ju them të gjithë të njëve që trindrit e tyre dhe të dojnë forca e tyre në e nadhe. Atyre t'ju ashrejnë të gjithëve. Dhe faleminderit që ndoqët monologun ti. Faleminderit që ndoqët performancën tonë. Më i qetë tani. O, jo, Eli dashur. Urdhëro. Ky është një zhanër shumë i vështirë. Që do të thotë
ti e ke nisur vetë, s'ke punuar me njeriu, por do të kuptosh në momentin që të lexohet fjala në gojë, lexohet në momentin kur je personazh, rrëzohet. Mirë, do një kritik të vogël Sepse do është marrim. zë stomaku, ti e di, ta kanë thënë apo jo? Po. Pra, është jashtëzakonisht vështirë dhe duhet të përtypet brenda në gojë pa u hapur. Është mjeshtri që kërkon shumë përkushtim, ma habit që në mënyrë autodidakte ti ka arritur deri këtu. Në qoftë se kalon një kohë dhe shikon se publiku nuk reagon, do të thotë se nuk janë ujërat mira. Të duhet shumë punë, shumë punë, shumë punë. Është gjë e bukur, por jashtëzakonisht e vështirë. A mua po. Faleminderit. Joel, marë parasysh faktin që je vetëm 13 vjeç dhe ke zgjedhur një gjë shumë të vështirë, ventrilokuizmin, të ndërtosh karaktere, të bashkëbisedosh me ta, t'i krijosh dialogjet, të flasësh me bark, dhe në botën e juve të rive, kjo është një botë ndryshe, vetëm për këtë do të kesh një po nga unë, sepse e vlerësoj shumë. Shumë faleminderit. Joel, unë di pse ta dash Jon, sepse vërtet, si që tha dhe mjeshtri agroni, ky është një profesion, një zhanër shumë i vështirë, nga më të vështirit, në fakt. Dhe ti prapë unë do të them bravo qoftë që e ke marrë si iniciativë për ta bërë këtë, jam e sigurt. Përveç bravo Do ke shumë sukses dhe ta dash këtë Jon dhe një herë që të punosh akoma dhe më tepër dhe vitin tjetër do marrësh një pot të madhe nga unë. Nuk do futem në teknikalitetin, detaje se e tha nga Goni dhe gocat, dhe publiku i gjerë e di. Do bëj vetëm një krahasim, më ka qelluar në karrierën e gjatë që të shoh studentit i parë, dytë të Universitetet të Arteve që kanë qenë në nivel ma quaj më dobët, se sa ty që je 13 vjeçë dhe ke vetëm 2 vite që ke filluar të merresh. Në këtë fazë do të them një po çalamane, pikërisht për këto që ne ti tham, mos harrojmë, me gjithse e tham disa herë që po gjikojmë një 13 vjeçar autodidakt që ka vetëm 2 vite. Pikërisht. Dhe mendoj që pika jote fort sonte në këtë, na duke vënë shumë vath në vesh të gjithë gjërave që ne tham, është kjo. Besoj që në fazën e dytë, nëse ka, do të jetë shumë e vështirë, kështu që përgatitja jote do të jetë shumë e madhe. Suksesi vetë. Shumë faleminderit. Nuk pash. Sa mirë që s'ma solli Georgin me vete. Bravo Rime.